Armand, pse u vra gjyqtari ditën e sotme? Cila ishte çështja delikate që ai po jepte vendimin? Andrea, ka qenë një çështje në fakt e hershme dhe që ka kaluar në disa shkallë të gjyqësorit, deri nga shkalla e parë e gjykatës rrethit gjyqësor Shkodër deri në gjykatën kushtetuese, një përplasje civile e karakterit civil në thelbin e saj, bëhet fjalë për një ndërtesë në qytetin e Shkodrës, ndërtesë në cilën ishin strehuar 31 familje, pra një banesë që shërbente, një godinjë që shërbente si banesa sociale, ku ishin sistemuar, akomoduar 31 familje, po një banesë në cilën prej vitit 2012 ishte familja Shkambi, ajo që pretendonte se ja kishte bler tashmë shtetit dhe se ishte pronë e saj dhe se gjitha këto familje do duhet të lironin banesat për shkak se ishin pronën e tyre. Ka pasur një përballje, e përmenda një përballje të gjatë gjyqësore, kryesisht sa i takon urdhrave të ekzekutimit, pra bëj fjalë për një godinjë që në proces nga viti 92. Në 92 është populluar me 31 familjet, ndërkohë që në vitin 2012 familja Shkambi pretendon se në rrugë gjyqësore ka përfituar të paktën pronësinë dhe se si e tillë familjet që ishin të akomoduar aty do duhet ta boshatisnin. Kanë patur incidente të tjera mes përplasje mes palëve? Kanë pasur palët, paktën familjarët kanë pretenduar se në vimësi për shkak të këtij pretendimit të familjes Shkambi, se në vimësi ishin kërcënuar nga familja Shkambi, por ky konflikt dhe kjo përballje gjyqësore ditën e sotme prodhoi fatkeqësisht një nga ngjarjet e një përmase të jashtëzakonshme, jo vetëm sa i takon sistemit drejtësisë, por gjithë shtetit shqiptar, të paktën në këto vite të pluralizmit, të pas viteve 90, ku një gjyqtar i Republikës Shqipërisë vritet në sallën e gjyqit. Është i dyti në këto vite pas ekzekutimit mafioz të Skerdila Ekonomit, gjyqtari gjykatës së shkallës parë Vlorë në vitin 2011, por ndryshe nga ai atentat që për nga rëndësia ishte po kaq i rëndë për shkak se u ekzekutua një gjyqtar, por goditja e një gjyqtari në sallën e gjyqit vetëm pak çaste pasi kishte shpallur vendimin dhe teksa mbante veshur tokën e zezë, e çon këtë ngjarje në një nivel absolutisht të jashtëzakonshëm. Qartë. Poli, një ngjarje shumë e rëndë, ne kemi parë këtë ngjarje vetëm nëpër filma dhe nuk mendonim që do ishte kaq pranë, as nuk e mendonim ndonjëherë që një ditë do bënim edhe emision për këtë ngjarje. Në Europë njërë nuk ekzistojnë, madje edhe në vende si Meksika që kanë apo Kolumbia apo Ekuadori, domethënë deri në këtë pikë krimi apo një i çmendur apo nuk ka rëndësi se si çfarë nuk ka guxuar, nuk ka mundur dot të arrijë. Janë vrarë në Itali në kulmin e mafias italiane, janë vrarë gjyqtar, janë vrarë prokuror, po janë vrarë në rrugë dhe asnjëherë nuk ka hyrë dot krimi deri në atë që quhet vendi më i shenjtë ku gjyqtari i mirë, i keq etj etj, prandaj ka sistem, gjyqtari është, si thon Zoti atje dhe është deri këtu, domethënë nuk kishte arritur asnjëherë dhe është një ngjarje jashtëzakonisht e rëndë dhe në fakt kjo duhet të trondisë gati gjithë sistemin në kuptimin se si duhet ta shikojmë drejtësinë. Drejtësinë se kemi bërë një reformë drejtësinë 2016 dhe nuk kemi reflektuar për vijshmërinë e saj. Kjo nxjerr shumë probleme. Problemin e parë që nxjerr sigurinë. Tani kjo çështja e sigurisë. Si është e mundur që futet një Është e mundur jo vetëm aty, po kudo është e mundur se përderisa këtu mbret është korrupsioni dhe leku në kuptimin e marrjes së kompanive të caktuara që merren për hir të një nga Ministria e Drejtësisë apo nga gjykatat apo nga universitetet, se gjithë institucionet kështu funksionojnë, nëse merren domethënë patjetër kundrejt një rishfeti, ai për të nxjerrë atë lek që do jep aty, do kursej tek pajisjet e sigurisë, do kursej tek cilësia e njerëzve që mbrojnë institucionin etj dhe ka ta ndisemi në këtë pikë. Por unë shikoj problemin më të madh, domethënë unë pash sot reagimin e kryeministrit të Shqipërisë, që do të thosha më vjen keq unë s'flas me këtë gjë që ishte një reagim i turshëm për një kryeministër. Në ç'kuptim? Në kuptimin merrej jepte edhe direktiva, domethënë merrej me ashpërsimin e ligjit për armbajtjen pa leje, sikur ky ishte shkaku i armbajtjes pa leje, që patjetër kjo është një anë që duhet merrej me sigurinë, mos ju jepet privati etj. Zoti kryeministër dhe gjithë politikanët shqiptar, sidomos ata të cilët atakohen nga drejtësia,
janë bashkëfajtor, do të thosha në thojza, të gjithë kësaj klime. Sepse ne kemi kaq kohë, unë e kam thënë shpesh edhe në studion tënde, që ne po krijojmë një klimë antidrejtësi dhe një front antidrejtësi i cili në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër infekton, helmon njerëzit, ju jep guxim, ju i trimëron, pavarësisht se nga vjen. Ne dëgjojmë që sa herë preket një interes, qoftë dhe për një lokal, del kryeministri për një lokal që një gjyqtar në apel i thot IKMT-s që ai ishte pronë e tij s'ke të drejtë ta prishësh, del kryeministri vetë dhe sulmon. E njëjta gjë nga opozita, del zoti Berisha me këdo gjyqtar apo prokuror që ka punë apo dhe me vetë kreun e spakut, nga mëngjesi deri në darkë janë kriminal, janë shërbëtor të këtyre. Vetë ky shkreti ka qenë ndjes pas, domethënë, sepse është heron në kuptimin ka rënë në krye të detyrës, domethënë pavarësisht se çfarë ndodh me opinionin në Shqipëri, vetë ky ka qenë pre sulmeve kur dha një vendim në apel, vendimi Zhukrit për kongresin e PD-s, mbaj mend atëherë mediat pranë Berishës apo edhe eksponentë të tjerë, shërbëtori Juri Kimit, është ashtu. Dua të them këtë, që ne kemi krijuar një klimë e cila për fat keq është mbështetur dhe mediatikisht, jo nga gjithë mediat, një klimë që i fusim gjithë gjyqtarët, gjithë mediat. Që kontaminohet gjithë sistemin e drejtësisë. Patjetër që reforma në drejtësi, patjetër që shumë gjyqtarë, ne nuk jemi, brazda nuk është hapur akoma, ne jemi në fillimet e saj. Por nëse ti si politikan, si drejtues i mazhorancës dhe tjetri si drejtues i opozitës krijon një klimë të infektuar për gjithë drejtësinë, ai tjetri pak është pa shkollë, pak është i nervozuar, pak është edhe me prirje kriminale dhe arrin deri këtu. Një pyetje, mendon se ka qenë vetëm autori? Nuk ka pasur bashkëpunëtor të tjerë, sepse këtu pastaj po më fut në profesionin tim të vjetër të gazetarit të kronikës. Sepse duket sikur e habitshme që vetëm këtë javë nuk punova. Unë do t'i jap 3 element nga të cilat pajisja që bën kontrollin metalik. Këtu ke edhe specialist. Patjetër. Të këtyre, por unë do t'i jap 3 element si një gazetar protagonist i kronikës i vjetër shumë në kohë të errta. Njëherë, gjë e parë është, për mendimin tim, ka qenë i paramenduar, domethënë në kuptimin që vendimi do ishte ai që të ndante krimin, që do ta bënte apo mos do ta bënte. Personi ka hyrë me armë, madje edhe armën e ka mbushur gjatë seancës para se t'i jepej vendimi, është bërë gati. Një e dyta, ka qëndruar shumë gjatë ftohtë, nuk ka ikur, aty ka qenë një patrull policie që ka dëgjuar armën dhe armën e ka dorëzuar vetë, dhe është dorëzuar në mënyrë gjatë ftohtë. Sjellja, pastaj pyeta unë, sjellja që ka qenë në polici ka qenë e frikshme përsëri nga gjatë ftohtësia, i ftohtë, ka pranuar krimin, po unë e bëra më lini ra tani, bëni ç'a keni për të bërë me mua, e ke parasysh ai nuk më dha gjyqin, unë e vrava. Pra, ai njeri është nisur nga shtëpia. Këtu dalin të tjera probleme. Ne kemi patur aratisje nga gjykata e Tiranës, Dritan Dajtin, nëse ju kujtohet, apo e tjerë, ndoshta është temë e gjerë, por këtu siguria nuk është vetëm se nuk punonte kjo, se këtu ka mënyra për t'i futur armët e tjerë, ne e dim, kemi vajtur nëpër gjykata, ndonjëherë më shumë kontrollojnë avokatët se sa sekserët apo klientët. Çështja këtu është që ne nuk kemi, unë kam qenë njërë një gjyq në Perëndim, po e them në Bruksel, dhe atje domethënë pyeta enka se punonte një miku im atje në gjykatë, atje për shembull çdo njëri që futej në gjykatë, për shembull kishte gjinxhoni një gjyq e tjerë, dhe ai shikonte kush është Shpoli Hoxha, dhe aty hapej skeda ime. Jam me precedent, si jam me precedent, këta ishin me flamur të kuq, sepse këta ju kanë shkuar këtyre banorëve, po ky individ ju ka shkuar me kallash në Shkodër. E di gjithë Shkodra, e ke përsysh, domethënë kur kanë vajtur kanë kërcënuar. Dhe aty ka plot lloj gjyqesh që ti vërtet je pal, po çfarë lloj pale je? Qartë. Çfarë lloj pale je? Dhe këtu s'ka një sistem të tillë sigurie që të jetë parandalues, se nuk është çështja vetëm te kjo, se ky është kulmit që spunon, që raportoi kolegu Çelmeta që spunon as një detektor, ai s'është as detektor. Këta nuk vën dot as një sasinë rinas atje në gjykatë. E kupton domethënë çfarë shpenzimi urt. Kështu që në këtë kuptim vrasja ka qenë nuk po të them e paramenduar, po e planifikuar për rastin se si do shkonte gjyqi. Zoti Gjoni, si arritëm në këtë pikë ku vritet një gjyqtar në mes sallës së gjyqit pasi ka dhënë një vendim? Në radhë parë, unë para se të jap shpjegimet e mia, duhet i shpreh ngushëllime të
familjes Kalaja, bashkëshortës dhe fëmijë. Kjo është një ngjarje jashtëzakonisht shumë e rëndë dhe një tragjedi personale jo vetëm për familjen Kalaja, por edhe për gjithë kolegët të cilët sot punojnë në sistemin e drejtësisë, sepse secili prej atyre është probabël ndaj një krimi të mundshëm dhe kjo ngjarje e sotme, të them të drejtën, edhe si ish koleg, por edhe si ligjvënës sot në pozicionin tjetër që jam, më ka tronditur pa mas, as në vitin 1997 nuk e pas ngjarje të kësaj natyre. Kjo tregon për situatën e rënduar të krimit dhe shkrirjen e shtetit një me krimin, dhe e them pa ndrojtje në momentin aktual. Padyshim që organet e drejtësisë duhet të vendosin dhe të dënojnë këta akt të rënd dhe barbar, dhe të them të drejtën është një nga aktet ashtu siç e përmendi edhe zoti Hoxha, që as në Itali në viteve të Paolo Borsellinos dhe të Falcones nuk ka ndodhur, ndodh në Shqipëri, çka tregon që edhe jemi një situatë të nivelit të krimit, ndoshta para viteve të 10 të Italisë. Dëgjoni, duke qenë se ju keni punuar me zotin Kalaja, si njeh ai në radhë gjyqësore? Unë kam pas shansin që të punoj për një periudhë kohore të gjatë, besoj kemi filluar punën në të njëjtën pothuajse periudhë 92-93 me zotin Kalaja. Njihej për person me integritet dhe koleg me afrimitet me gjithë kolegët e vetë, dhe ka pas edhe një periudhë kohore që ka punuar edhe drejtues në gjykatën e apelit të Shkodrës. Padyshim kam punuar edhe me të në kolegjin zgjedhor, dhe për mua edhe